Po ju konkretisht a keni qenë ofër kur është vrarë ditën kritike Agim Ramadani apo komandanti Saliçiku? Ditën kritike kur është vrarë Agimi, unë kam qenë domethënë zbashku me Agimin që nga mëngjesi prej kazermës kur jemi nizë në ras dhe deri në pjesën në Bioplaz, gjendet atje një rrugë, është rruga e Brakeve i thonë dhe shkon Bioplaz, mbi Zhare, se në Zhare kanë qenë njësia komanduse cila ka komandu me operacionin e ushtrisë së sërbe, ushtrisë jugoslave, ku kanë pas dhe një tokë të minahesave në plaz. Mirë po, pasi rrethonat dhe zhvillimet e luftimeve kanë qenë tilla nga Agimi është nda vetëm me mua, se tash jënë bëha dhe ushtartë më të dishum se na komandantat cilët I kemi rujt gjonat aty për atë sekretet që dohet. Është kërkuar nga une, nëse je I gatshëm të futesh në plazë se si duket Antoni nuk do të vinë me delta forcat, edhe pse ka pas detyrë. Antoni nuk ka ardhur dhe pse ka pas detyrë? Detyrë ka pas Antoni në këtë moment është gjetë te proi gushave në varrezat e Koshares tash ku janë. Ai dje që ka dezetuar, çka po domethënë? Dhe atë tokë të minahesave Ai dje që dezertim? Jo, kjo nuk I bjen se zhvillimet e luftimeve kanë qenë tilla, mirë po ai duhet të flasin pse nuk ka ardhur dhe pse plani ka qenë që ai ta marrë oplazin, na të marrë Zharet, krahu I madh dhe I Antonit me ushtar, ku ka qenë me numër mbi 30 veta, na kemi qenë atë ditë 17, 6 kobra dhe tjertë me Agimin kanë qenë. Me datën 11 prill. Me 11 prill kur ka ra Agimi. Pa keni dyshime kubër se shpeshherë I kom pa kështu në për intervista njerëz thonë që komandantat më të mirë tonë të ushtrisë ligjore të Kosovës janë vrarë pas luftës. A keni dyshime mbi vrasjen e Agim Ramadanit edhe Saliçikut, ju personalisht? Asnjë luftë nuk është e pastër të dyshimet gjithëherë ekzistojnë, mirë po personalisht unë për ditën e 11 prillit nuk kam ndonjë dyshim. Për vrasjen e Agimit s'ki dyshime? Momentin që mi ndahet, domethënë brenda diku 20 minutave pasi kemi arrit në mbrëmje Moterjek, ndëgjoj se është vrarë ka ra dhe Agim Ramadani dëshmor nga Saliçiku kemi ndëgju. Saliçiku ju dha lajmin që ka ra Agimi? Po, se na kemi pas problem se dhe bateriat e radiolidhjeve na kanë lënë, janë arzhuar dhe jemi dashur. Po për vrasjen e Saliçikut a keni dyshime? Te vrasja e Saliçikut për mua është shumë e dyshim të dhe shefqet Mustafës se nuk janë të rjek trupat. Prej kujt janë të rjek trupat? Prej komandantit cili ka qenë lartë dhe ka zhvilluar luftime atë ditë. Siç kam dëgjuar unë, ka qenë atë ditë domethënë për herë të parë që është pa nga ushtarë tjerë, cilët tregojnë pas luftës, ka qenë Fadil Aderxhonaj, Bjeshka. E çka bëdëni me thonë me toja, po keni dyshime në ta? Unë po du me thonë, për mua është dyshim se milon trupat, pse mos mu të rjek trupat gjatë zhvillimit luftimeve. Pra ju po thoni që Fadili ka lënë trupat? Po normal, Fadili ka qenë... është akuzë e 2 metra, 3 afer e ronë, letë, Fadili edhe vete pranon që ka qenë afer 2-3 metra, kur ka ra Saliçiku. Pa e tha që s'ka mujt me të rejk? Po, për mu kjo punë është shumë e dyshim, se nëse jam 2-3 metra ose 10 metra para ushtarit apo komandantit vrarë siç ka qenë Saliçiku, atëherë si është e mundshme unë të rriqna dhe ta lo trupin vetë. Unë nuk kisha me I lënë trupat pa u të rjek gjatë luftimeve. Për trupin e shefqet Mustafës unë kom dëgjue shumë vonë. Edhe ata kom dëgju për Nasim Haradinajt, I cili patar një natë, tentimin e parë, nuk I kemi bërë të rreqen, ata e dim se. Unë kom lëvizi I pari në përborat natë, dhe e din që është hapë zjarë, dhe nga pozicioni
i mitrolezit të ushtrisë sërbe dhe nga pluma nga një, do me thonë snajperik me pajisjet natës, me turbit natës që i përdorim. Mirë po, me qenë se sakt se kemi ditë vendin ku ka roaj, s'është bo tërheqja. Tërheqjen i kanë bo pastaj në mesin e tyne ka marrë pjesë edhe ushtari jam isni Rama Raketa, mirë po është meritor, është një Bajram Beqiri, sa di unë i Mitrovicës. Ai ka të rejtë trupin e Shevqet Mustafës edhe Saliçekut. Ai është meritori po bashk, ata duhet të flasin se e kanë të rejtë. A trupin e Saliçekut unë e kum të rejtë personal. Mirë po e ka kriju e një huti me një emision Nasima Adina, i që ka s'm ka ardhë mu mireq, që ka thonë se trupi pikërisht të ju. Trupi i Saliçekut është të rjek mbi trupin e Shevqet Mustafës. Është e vërtet kjo? E ka thonë të onë Nasimi? Po, e ka thonë të ju, se trupi i Shevqetit, do me thonë, ka qenë një pozicion këtë tjetër në drejtimin ku ka ra dhe Agim Ramadani. A Saliçeku ka qenë në pjesë më të lartë, në atë bjeshkën e gomureve, që e njomina aty dhe se një ditë për para, se Nasimi edhe se si cili komandant duhen të flasin me data. Një ditë për para, kur thamë. Se Saliu ka ra me 19 prill, me 20 prill. Ka tentu Fadila Derxhona i gjithë ushtarët Kobrat, unë s'kum pas shumë, kanë qenë 5-6 ushtarë, thyrjen e kufirit i kum pas 10 dhe do të qeli ditarin, do t'javë përmeni emrat, se t'ashtë pas lufte i kanë regjistru mbi 3.000 dhe në Koshare. Mirë po, trupi i Saliut është tentuar të rriqet ditën e dytë nga Fadila Derxhonaj me gjitha njësit ku i ka pas mbështetje nga Prapavia, pjesa e ujezave dhe delta forcat e ketë, dhe une nuk ju kum bashkan gjitë për shkak që kemi pas një mosmarrveshje ditën, natën e rënjes, kur më ka tregu se është vranë një ushtarë. Gjëja se ushtari rëndëse shumë, ajo më ka prek mu dhe kum hi natën personale dhe kum thonë nuk pranoj me të rjek, me qenë se po qëtëson një ushtarë të rëndëse shumë dhe ajo të rëndëse shumë i rake që ka. Ditën e tretë, Fadili ka pas një korekci. Mirë po aty ku ka thonë Nasimi se është mbi trupin e Shevqet Mustafës nuk është të vërtet. Po shpesher kemi po që ka pas do me thonë edhe pas mirë po, ditën e 20 prillit, Fadili fakt është që për me shku të trupu i Saliut, ka shku në pjesën ka roe Shevqet Mustafa.